kanë marrë një hap të rëndësishëm për jetën e tyre. Kanë vendosur të bashkëjetojnë, por historitë i kanë me përplot çuditëra. I ftoj Vlera Hotin dhe Erion Stanovci. Rama, qifti. Vlera, mirë se erdhe. Faleminderit shumë. Faleminderit që keni ardhur, Erion, mirë se erdhët. A jeni qifti ma cool në Prishtinë, a ashtu votojnë? Po dukni shumë bukur. Faleminderit. Gjakovare që jo ardhë në Prishtinë, a? Po, valla. A ke ardhë të për studime, edhe mandej mbete këto. Të mori Prishtina me veti kështu edhe Rioni me zemër. Se prita, po që ashtu dol. Po më duket është ty kjo shprehja e famshme që Gjakovarët nuk bën me dalë prej Gjakovës me partnera. Paka shumë i me thonë që i ka edhe disa roj në Gjakovë, kështu që se që këndoj. Okej. Apet pak. Nuk pas ka përfundu krejt jashta Gjakovës, a? Shumë plezetshëm që të dytë me një qasje edhe pse shumë tri në mosh, me një qasje shumë të këndshme që reflektoni në rrjetet e juja sociale. Mu më thanë kjo është qipti ma cool i Prishtinës. Okej, hajde takohemi edhe flasim atje për pse. Si fillim atë njihemi pak me juve për studimet e juja ose për drejtimet që ju keni zgjedh me u marrë me vetën e ju i ndaras. Mandej bashkohemi në qeft. Do me thonë, unë i kom përfundu studimet e gjuhës angleze në Universitetin e Prishtinës edhe ja kom fillu me njerë punës. Kom fillu fillimisht si English teacher, po sot që ke mirë, po puna me nxënësa të lodh pak, edhe kom vendos pastaj me bo një pauzë, edhe me vazhdu tash punoj me një kompani angleze të rekrutimet, edhe aty e kom gjetë vetën pak ma shumë. Si do qoftën që 6 viteve që punoj si influencer, modele, blogere, po e du shumë atë punë, po si do qoftë edhe këtë ta shimër atu edhe po rriqë tu ku jom. Super. Erion? Une më fillim ja pa tani si komentatori gamingut. Do me thonë s'pi fmi kom lojna si ketë na djemë të Prishtinët që shjena. Edhe mas te moshën 17 vjeqare, e kom pas një ofertë për një kompanis ku këna bo gogja punë të madhe si po më në e këna shty gamingun me një nivel tjetër që në Kosovë u konë ashtë i teme që kërkur se ka folë, dima për prindre, shumica nuk i kanë lona as fmit as me lujt as kur gjo, po që ato e mundu me bo gjithë. Studimet jëm të i kry për dizajn grafik, edhe po ashtu jëm të i kryo një kurs për social media. Kjo puna e komentimit të sporteve elektronike, digitale, shumë e veçantë dhe e pranueshme për i brezit tonë, mos na prekën, brezat e mesëm. Vlera është 23 vjeqare, Erioni është 21 vjeq. Edhe Erioni në fillim si ka tregu Vlerës, që është 2 vjetë ma i vogël. Iki qaj detaj. Se Erion si tregu me fillim moshën? Paj, mënyra që jena njoftu edhe ketë rëthona që shkanec, ashtu e ka instinktivisht u kun vetë ashtu që më ka ardhë me thonë që ashtu edhe pak tuta që apo më pranan ajo. Që ajo u konë arsyeja pse jo që e ka pas ashtu edhe e rejtnja me thonë e ka pas anën pozitive që u konë rënë bardhë. Rënë bardhë edhe ndoshta ja ka marrë, ja ka vjedhë si treg babit që edhe aje ka përdor njëjt me nanën e Erionit. Po, ka tregu ty baba e Erionit në takimin e ujtë para? Jo, do më thonë, une kur mas një muje, 2, që diçka kërja kemi fillu, do më thonë, mu njoftu, e kum pa vetën gati, edhe pse s'ma ka marrë menja as njëherë që mu taku me prind. Të kum pri që kom më shku shumë agat. Edhe okej, më thajde po taku. Në faktën e babin e Erionin e pa ta njoftu ma herët, edhe pa atë me të vishë më taku edhe mami. Tha hajde po mbledhëm, thash okej, po kisha qef shumë. Okej, dollëm, pi tregoj, krejt historin që shina njoftu, qysh edhe pi tregoj për vjetë, që s'm ka pëlqy që qështu më ka thonë që ma i vogël, që ma i madhë. Në fakt edhe mas nëjnë që ku marrë vesh për vjetë që edhe pianis po kesh, thash qa u bo, adin, pianisi me kesh, thash e pse, thash e qëtu tha edhe mu, tha babë Erionit, tha më ka
Në fillim ta, po tha, unë e piva ujnë, tha, u kry mas në shkaj. E do më thonë, na e kena vetëm një vjet dallim, se unë për një mu jam 2 mjenesh, po veç pun do më thonë muaj, po kështu se kom problem, as edhe një pikë, se s'menoj që duhet më gjuku një për vjet që i ka maturia do më thonë vërjet këtë në sanë tjera, në vepra, në shumë sanë. Unë dëshme cilin edhe 35 vjeqar, po i pa pjekun, kështu që nuk është as pak e vërtet kjo. Pra ju nuk e keni ditë që jeni duke ndalë agjën për një kohë gjata, para se me unë njoftu. Jo, unë e jetoj. Shko mundësi Erion që t'ka ikë prej syve një vajzë ka që mirë sa vlera. Edhe që është interesant që për balë banesës lirës tash ku bashketojmë, është një kafe që e ka një shëshnje jam, ato në kona ashtu qdo ditë jëm dalë me pi kafe që aty, edhe në kafe në mëngjesit të kum pi që aty. Edhe si ke pa kura? Kur. Nuk e di. Do me thonë fillim, kër na njoftu mas një jave, po më thotë e Joni, tha, hej... Ju u njoftut në rrjete sociale diku, na i like, na i... Jo, shumë histori tjetra, dina Joni ka qefë. Me si po pres me dëgju. Që jena njoftu në vlera u konë shumë tash për moshën mesatare që thëti është pak problem në kuptu. Edhe gjithë kena pas problema ashtu m'jam shpiku dhe sa ka mri në fund. Adin në fillim gjithë gjukojnë mas ne kuptu. Në fillim veç mesin, shtu që tangën. Që gjukon puna që vlera ka pas një problem. Tash edhe nësh është puna influencerëve, jo nguce, jo sene që ndodhë, në është normale. Edhe e ka pas një problem që e ka pytë prej një shoqës vetë, a mundet me a kry një të mirë dikosh. Dhe që atë mirë ja kum kry une. A unë nuk e kom njoftë Erionin, dhe me thonë. Na si kena njoftë një tjetër. Heq, viqajem ka thonë që qështu që a i shoki që ta kryvi punën është Erionin. Tha shoki, thash, ako mund si vish lut na mi shkru, vish kalzov, thash që ka femë, thash s'pi shkruj se po më thot diqka. Vish desha mi thëmë faleminderit. Edhe po hi në Instagram, po marrë mi shkru Erionit, nuk më bëjke. Do më thonë im konë të shkun Gjakova, nuk e di diqka, thash, hajtja bëj follow, nuk bëjke, nuk e di u konë një glitch Instagramit, thash, për një 2-3 orë, thash, a diqka, thash, pelo, nuk kom qka me bo, kur po këthejna në shpe, thash, hajt bëveq edhe njerë për provoj, mërë sham i shkru direct message, nuk bëjke, hish nuk e di, edhe thash, hajt veç për provoj, piqoj foto, një foto të zezë, dhe të ty a shkru falemderit shumë, që kryve që favor për mu, edhe po ma këthen kë, tha, se kën fakt, ju ka thonë, mos e ngusni se është femna jam. Aty në djembe, pa u ku me mu, pa kur gjoheq. Unë vëqë më kohë në falenderuse që mi e ki qafe, se ta ashtu u bo. Edhe për shkruj Erionit, për thëmë falemderit shumë, edhe për ma këthe, thamë, qa bënjeri për femën të vetë. Ja pas ka thirë që tojmë. Ja kom njëllë vetës. Edhe për një jam në atë shkru që shto, okej, po këpë ma bënë, tha, hej, tha, diqka, apelojmë ke që të punë, që kjo do më donë e kish pas, apelojmë kishe që të hajgare, kishe pojna fake boyfriend, fake girlfriend, po bëhen për një me, edhe unë pja bëj pedomelona, okej, le. Kishe hajtë... Kish ma ka bo U-B-O, 3 shkrojnë në ndonë. U-B-O, hajtë, bro. A kjo kish pas që kishe apelojmë, hajgare, po bëhen për një me. Dhe për që aty idë mo... Po qka realisht është sendi që mas shumë të vlerësani për njëni tjetërin? A më besën që është shumë pytje e ronë, se çdo sen që e bojmë në lidhë, i kena shumë tepër, i kena shumë senet e njëta. Po mëne, par dja njësë me mdhim domi, mu me njerë ka njësë me mdhim sot. Më dhëmë keti kena senet që na ndodhen njëta, ashtu në fillim kërë patëm njëftu, mu ka ra në Turqi një ko me jetu, jo bashkë me jetu, po ka ra të gogja shumë me najtë atje. Ta shkur jena njëftu, unë po marrë me shumë muzikë turqisht në kjerë, edhe kjo po ma bënë adin, angon turqisht ja. Sot, a dhe pështë në Ali, do më thonë ato turqisht singojnë, ka qef tekno të shtu, a bëdin, a i kong tash... Sa e mirë, pështë në Ali të singojnë. Po, it's doing si sanët, tani tash, ku ka di qika. A mos është veç ajo, ka ekstrem shumë sanë. Zdi, unë jam shumë falenderuse që e kom gjetë një njëri që s'kom nevoj, mu dok dikush tjetër për më ndasht. Jem qështu që shumë edhe këm ka dash një të kena për njëni tjetërin. Një vetvetja, jeni vetvetja dytë me njëni tjetërin dhe jeni shumë tipa ngjashëm që i keni synimet e njëjta. Jeni po ashtu dhe shumë tri në moshë, 20-at, halo dhe keni marrë një hap të rëndësishëm që ndërshna dhe qiftet nuk e marrin ndonjëherë, do me thonë thjesht kalojnë në hapin e martesës dhe të krijimit familjes, e që është bashkëtesa. Gjithmonë është një diskutim i hapur, gjithmonë ka mendime pro dhe kundër saj. Qyshe morët këtë hap, a ishte ide për bashkë të ju jam, një dëshirë e për bashkë, apo me kërkes ma shumë të në njonit? Do më thonë, unë kërra kom fillu, prej që jetoj në Prishtinë, kom bashketu me
shoqe, me cimere. Edhe vitin e fundit, do më thonë, ka pas marrë dhe motra e me mja fillu, edhe do më thonë, asë se kum prit që kum njoftu, asë se kum dit vich, e kum dit që kum e marrë dhe motra në banesë, edhe kemi me fillu me tu bashkë, kemi konë shumë e lumëtër, ndërko, erdhë, do më thonë, dhurata, erdhe Joni, edhe anisëm do më thonë me folë, viket e në banesë, shumë afer do më thonë, tu najt, e shisha qatë shumë, do më thonë, se di u knaqim shumë, sa që thama, diçka, pja fillojmë, edhe njoftëm një tjetrin shumë a shumë të jetu bashkë. Se ishe do sanë ma mirë, edhe nuk e di, më s'ku pas kur asë edhe një problem. 0-0, një manë për shdo sanë, bila shumë a shumë ka erë, adhe që po bëjmë diçka, po fshim, po gatujmë, po më kuptanë. Ka linë që ashtu thjesht si për provojmë, po e kena pas, do më thonë, shumë edhe për krajën e familjes që na kanë leju, se për një më është pak tem tabu, me thonë, po e kena pas shumë për krajën e familjes edhe jam shumë falenderuse, shumë. Kush për është më i mirë në kuzhinë? Erjoni. Apo? Po, Erjoni është kuzhinieri. Mu më diqysh kuzhina më do këtë si artë. Ashtu, sa mirë. duhet me pas pak pëlqim për me bo qatë sen. Ti mund është edhe me bo normal, po është adin është ndryshë kur e ki me pasion, kur e bënë edhe ndryshë është po foli për gjësi. Po është te për lezet, plus kur adin... Qka ka vlera ushqimin e preferum që e përgadite? Plot. Të ja njës, do më thonë, pastat mas shumë t'i buem. Risotën si akona shumë, po mu më pëlqenë se di pse. Edhe tako, plëtsene, du më thonë... Gjithë shka bënë. Qëto sa që shenë internet, thot, vëqë përbaj. Shumë raste vëqë i provojmë, adin vëqë jam të scroll në telefon, edhe vëqë shoth, i thomë që u vlerë, adin mu vëqë pak... Sa mirë, me pas këtë iniciativë me marrë dikush. Gjithë, po të thëmë, e këna pas, si qiftë senin kryesor që këna pas u konë që këna marrë vendime që u konë qati për qati. Nuk kanë që kom qef me bo planin, jo, ma erët, jo, që se tajtën këna me bo diçka me ongër, ose këna me shku dikun, gjithë dhe kom pas qati për qati është, edhe shumë ma shumë knaqësh ashtu si sa me bo planin. Ju keni udhëtu shumë bashkë, keni shumë fotografi bashkë, po një prej fotografive që më shumë të imla për shtypje, është që kur ka qenë vlera vogël në festën e abetarës, si kur shdo fëmiju që i qëllan një shkronjë, vlerës i ka qëllu shkronja E. Shkronja E. Thash, e kena njëllë për fillim. E kena njëllë, vërtet. E ke pas kongën, ke pas shkronjën të preferume, a? Po, valla gjithë, nuk e di. Bile edhe njëherë, e kum pas një photoshooting, edhe e kum pas do me thonë, kum vesh diqka dhe ata thanë, hea, diqka po ta qesim një zinqir, ja bu qa keni, qa mu keni tek, më këtë shkron një ja bu më kuptonë, së disha, këtë këmë do me thonë ka një keja. Tha që familjet kanë qenë shumë përkrahëse ndaj lidhjes u i prej fillimit edhe hapit për bashkëtes. Ju të dy keni edhe vlezër, a? Unë e kom vish një vla, më thonë, jëmë vetë i dyti. Edhe në kom vish një. Kjo është pak me ka dhe dhake, kuj ka dhe 2 motra. Unë i kom edhe 2 motra dhe një vla. Ama, kena shumë... Po vlezërit e juj, që kanë për bashkët? Kjo është histori shumë fani dhe me thonë. Unë jam konë të këthy, në faktin a konë... Në Brezovic. Fillimet e lidhjes, nuk e di pëse, kjo ka villë në Brezovic, edhe veç shkojshim me shoshni, kishim qefë, se di u konë që atëherë gati shtatori, ajri mirë, gjithë shka thjesht, shkojshim ju. Brezovicën e kena ashtu favorite të venë, kude që shkojna e kena Brezovicën që gjithë që duhet pa shku njerë në mundë. Okej. Edhe tu këthy për Prishtinë, tha, hej, në kjarë veç në dy, tha, hej, a diqka, tha, merë ndro muzikën, tha është, okej, edhe po ma jep telefonin, tha shiki passwordin, tha 1208. Tha është ledash më zbaj gajë, tha është 1208, apo më kupton, unë e kom qatë password në telefon, se ka ditlindje vlau jam. Tha është pse e ki, tha so ditlindja jame. Tha është okej. Luan, kom qëllu. 1208, do më thonë, më meta, tha është okej, kërë tha, ti kur e ki ditlindje, tha shumë me 5 nëntor. Tha jo, tha i ka bën hajgore, tha është po me 5 nëntor. Tha dhe vlau jam e ka ditlindje me 5 nëntor. Tha është okej. Nuk po di, am beson që do sanë në fillim, qa që më dokshin të mira, po edhe tuqme, se pse që ka shumë gjashmëri, pse që ka shumë sanë, nuk e disë, u konë fate për fate. Definitivisht, meant to be. Meant to be, fix. A jeni gjelas? Jo, as pak. Njeni tjetët. Jo. Pak një fije ndaj njoni. S'po di, nështë që me fillim e kena të regu një tjetëri që a kena qef, që a s'kena qef, edhe kur s'kum dash me bo diqka që mi aprish qefi njët edhe kë mu. Jena shumë të lirë me dalë, kom qef mi po me shoqnit vetë, kjo mu me shoqnit teme. Edhe i kena shoqnina për bashkë, na bje me dalë bashkë, për krapë, për shamull, për foto, për sanë. Këtë foto qa isha në Instagram, mi për në Joni.
Këtë fotot. Do më thonë për krapë është do sanë, s'kena gjelozi as pak, të pak të nënë është që ashtu. Që ashtu është... Unë e pak diçka s'pokuj. Unë kjo specifik se e kom pas pe babit gjithë që për shembull që se dalë dikun me lajmëru, qëtu e jam, Po, vërtet. qka që këthena, qëto a bëj, qka që. Adin, jo që është definitive ashtu me bo, S'ke gjithë formulën, që to e lypin edhe krejt gratë tjerat e partnerat e vetë, është formulë shumë e thjeshtë. Do me thonë, jo mi trajnu pe babit që ku je, qka që. Amadone, për shembull, veç kam qef mi shku që më riva në punë ose diçka, po jo që me thonë mi jap llogari, nuk është llogari ajo, është dikush që është të bo merak për ty, pse mos mi tregu që jam qëto dhe jam të e bo qëto. S'kom qef mënaj këtë konën e mënaj në telefon, se tash, mi shkru do me thonë, jo, erdha bona, nuk kena ashtu as pak. A keni qef me pas dasëm tradicionale? Vlerë me arë Gjakov me të marë ta manë. Vlera e ka ato që i pëlqen shumë muzika, ka qef me këcy. Unë kër e shoh për shembull vlerën me mamin tem është a din se dyjat janë Gjakov, mami është me prejarët e Gjakovës, edhe e kanë Gjakovën, përgjithësi e kanë qatë shpirtin që kur shoh muzika e dosma, për shembull këcen krejt, që është tepërsa në mirë. Po unë jam pak ma... A Prishtime, Turqisht po, ndoshtë me se në turqisht muzikë po. Kur jem konë vogël, i kom thë mamit, unë me gjithë spres që këtë bëjt dasën këmë bon deti, e ma bëj ka një që ka mani, ma bëj që këshë po ti, në ashtë a ki qef, dush me ditë ako po ka qef edhe dikush tjetër, apo kupton? Me tradit pak. Po jo, për shambull unë kërë kom të reguar Jonit, edhe mamit e Jonit që kom qef shto dasëm, detja, diçka të i kohë qërëbe, që kom qef one. Do më thënë jena shumë gjajshme edhe me mamin e Jonit, e kom si shoqa, më beson, ka lejt ti për mirë, kom qef shumë kohë me nda me ta, edhe i kena asanët përbashta shumë të njëjtë asanët, kështu që besoj që një dasëm deti. Një e di që kime u duknu se shumë e bukur, edhe qeft shumë plezet, shumë të dit. Po për fond, se jemi krejt me tonë sekundat e fundit, ju keni kriju edhe një brand t'jujen që keni vendos me i marrë të shtashunjat e para të mbjemrave t'juj edhe me kriju diçka. Me qenë se jemi shumë herët për krijim të familje se gjona tila, nuk e keni lënë pa kriju një bebet vogël, një brand t'jujen. Qysh po shkon? Brendi është super, tash emri edhe në bas të emrit në brendi e ko Hot Stan. Tash Hot vlera ka mbi emrin Hoti edhe une kur kom komentu, kanë thirë Stan që okejt. Edhe tash e kom lidhë që ato Hot edhe Stan edhe ja kom kalëzu vlerës ide dhe u tranu. Te, për shumë ka përqy se edhe tash Stan është kur je obsesive fan, e dim për Eminemin të plotve, që edhe tash unë e kom lidhë kishe du të më konë obsesiv me brand tonin. Edhe plot sen e lidhën me emër që është gogja mirë, jena munu që në fillim sa e kena njës që paka shumë i targetu qëto influencerët, njërës të famshëm që me pa njërës që qëfar materiali ka, qëfar produkti ka, po, edhe në është si një test i vogël. Uraj me shku në barë, jemi në ditën e fundit javës, shu që mesazhi është ma i miri që du mi u dhonë krejtve, me dhonë sa ma shumë dashuri, sa ma shumë puthje, sa ma shumë përqafime, falimderit o Arbrit, falimderit edhe juve, në epni një puthje të lezetshme të vogël në faqe. Done jo me unë s'taktaj. Falimderit shumë. Falimderit edhe juve shikues dashur, vikend të mbarë, jemi të hëna, natën.